Keni thënë se shkurta po e shet vetëm për famë. Pse? Jo, atë fjallë ka thonë, bas kam thonë e shet vetëm për famë. Unë e kam përdorë si fjallë. Alva? Do me thënë kuptimin e lojës, thjesht personazhi i lojës, për me shit personazhin e lojës për famë, sepse unë një gjë nuk kuptoj, në rast se të dy situatat e krijuara nga dy banorët, po bëhen aq të mëdhaja sa që janë prek në morale dhe në familje, dhe pa kërkuar falje njëri tjetrit, fillojnë qeshin, luajnë, bisedojnë afër njëri me tjetrit, tani mu më lënë të dyshoj që kjo është ose loj, ose nuk kanë qëndrueshmëri karakteriale për mendimin tim. Dhe tani, ne si banor për i përjetojmë këta situatat, sepse shkurta në momenti kur i tha Labit fjalë të tilla, që në momenti kur e priti të hyej, unë realisht u mërzita për Labin për situatën që i ndodhi. Pastaj, edhe Labi kur i tha fjalët shkurtës u mërzita gjithashtu se po ndodh para syve tonë. Dhe ne këtu jemi njerëz dhe minimalisht kemi një ndjesi njerëzore të ndjem keq për të tjerët që ju ndodhin gjëra të këqija dhe ju qëndrojmë afër. Tani, ne këtu lodra nuk jemi, edhe robot nuk jemi. Dhe përderisa unë një periudhë kam pas afrimitet me shkurtën, një periudhë kam pas afrimitet me Labin, tani unë nuk ndihem rahat të besoj dhe të kem afrimitet për të vetmen arsye që mendoj që po funksionojnë ose loj, ose mungesë qëndrueshmërie karakteriale, që në të dyja rastet, kushdo me qenë, unë nuk ndihem që t'i besoj lirshëm të dy personazheve.